Cristian Aslani shfilloi një paraqitje mjaft të mirë ndaj Veronës në triumfin 1-0 që Interi arriti në kampionat. Me shqiptarin gjynofund të sfidës është zgjedhur dhe lojtari i ndeshjes. 23 vjeçari shënoi golin e vetëm të sfidës, teksa u vlerësua me notën 8 nga faqja e specializuar e statistikave SofaScore. Aslani i fitoi të katërta duelet me kundërshtarët, si dhe regjistroi 75 nga 81 pasime të sakta në total. Shqiptari gjithashtu krijoi edhe një shans të madh shënimi për golin e dytë, por topi shkoi vetëm pak centimetra mbi traun e portës. Cristian Aslani nisi titullar ndeshjen ndaj Veronës për javën e 35 të Serie A dhe e shfrytëzoi më së miri këtë rast. Mes fushori kombëtarit shqiptare shënoi Koiçë në minutën e 9 të ndeshjes, duke shndruar në gol një penallti të fituar nga Interi një minutë më parë. Cristian Aslani tregoi një qetësi për t'u admiruar duke hedhur portierin në krahun tjetër dhe duke dërguar topin në rrjet.